këta njerëz kanë përdor armë për mi siguru rrugët edhe kanë përdor detyrim ndaj migrantëve që në rast se nuk paguajnë parat e ta me ndëshku ose mos me lojnë me kalu kufin. Në një rast që na e kena trajtu si polici kufitore në vitin 2022, ka treguar apo ekzaminimi pajisjeve në kohën kur na i kena arrestu ka tregu që këta kontrabandues kanë qenë edhe të pajisur me armë edhe duket apo provat e tregojnë se i kanë detyru emigrantet për të paguar një shumë të caktuar. Nëse nuk ka pagu, shihet që u përdur edhe dhunë ndaj tyre. Në këto raste, apo flasim për numër të madh njerëzve që kanë kalu kufinin e Kosovës e kanë përdor Kosovën për tranzit? Nuk është e priknë Kosova nga emigrantet apo si tranzit, ose s'paku nuk është e priknë sa shtetet të tjera, megjithatë ka një numër të caktuar, por që policia kufitore në bashkëpunim me institucione tjera duket se është duke trajtuar apo do thona tregojnë se është duke trajtuar mirë këtë fenomen. Për sa persona flasën brenda vitit që zihen ose kalojnë ilegalisht në territorin e Kosovës? Në vitin 2024 është një numër prej 1025 personave të cilët janë regjistruar si emigrant. Viti 2022 tregon një numër prej 1000-ve, ndërsa viti 2023 ka tregu një shifër tramjes, 2024 tregon se ka një rritje, po të çështja e emigrantëve varet edhe nga konfliktet në shtetet prej nga vijnë emigrantet. Kështu që nuk ka gjithçka në dorën e policisë të Kosovës, sidoqë që jetë na jemi të përkushtuar për ta kontrolluar çështjen e kufitore. Cilat janë zonat ma të nxehta që përdoren për mi zhvillu këto kontrabandë dhe cilat zona kufitore? Raportet nga analiza e riskut që e bajnë në baza tremujore dhe vjetore tregojnë që zonat prej nga Kosova apo hyjnë emigrantet në Kosovë është kufiri me Shqipërinë dhe kufiri me Maqedoninë e Veriut. A ka dhe persona të tjerë shtetas të Kosovës të cilët e ndihmojnë këtë rrugë dhe janë procedu penalisht për vepra tilla? Ka raste, po e theksojnë vitin 2024 në nivel qendror ne i kena trajtuar 19 raste kur e kanë ndihmuar, kryesisht e kanë kryer çështjen e taksit, edhe i kena trajtuar penalisht si ndihmës në kryerje të kontrabandës me emigrantë.